A keni menduar ndonjëherë se si mendësia e një lideri mund ta ndryshojë totalisht realitetin e një ekipi? Tingëllon si diçka e madhe, por është pikërisht thelbi i asaj që do ta analizojmë sot. Do të zbulojmë një filozofi menaxhimi që thot diçka radikale. Rezultati i një projekti nuk vendoset në sallën e mbledhjeve apo në treg, por brenda mendjes së liderit, shumë kohë përpara se afati i parë të trokas. Okej, pra le të hyjmë thelbit. Kjo ide vjen nga Norman Vincent Peale, autori i famshëm i fuqisë së mendimit pozitiv. Ideja e tij qendrore është sa e thjesht aq edhe transformuese. Qëndrimi ynë mendor është faktori vendimtar për sukses. Por kujdes, kjo nuk ka të bëjë thjesht me të qenit optimist. Jo, bëhet fjalë për 4 shtylla kryesore. E para, një besim i patundur të vetja dhe të ekipi. E dyta, të vizualizosh suksesin, ta shohish qartë në mendje përpara se të ndodhë. E treta, të ruash qetësinë dhe kthjellësinë mendore nën presion. Dhe e fundit, ndoshta më e rëndësishmja, aftësia për t'i parë pengesat jo si mure, por si mundësi të fshehura. Dhe pikërisht këtu, gjërat bëhen vërtet interesante. Për ta bërë këtë filozofi konkrete, do të vëzhgojmë 2 menaxherë në aksion. Në njërin anë, kemi menaxherin Peale, që i mishëron këto parime. Në anën tjetër, menaxherin konvencional, që ndjek një rrugë më tradicionale. Do t'i vëmë përballë 5 skenareve identik të botës reale, të shohim se si këto 2 botë koptime krijojnë rezultate krejtësisht të ndryshme. Skenari i parë. Imagjinojeni pak, muaj të tërë pune intensive, shpresa të mëdha, dhe në fund, bam, fushata e marketingut dështon. Shifrat nuk gënjejnë, rezultatet janë zhgënjuese dhe morali i ekipit është në tokë. Ky është ai momenti i së vërtetës për çdo lider, apo jo? Dhe këtu shfaqet ndryshimi si nata me ditën. Menaxheri konvencional, reagimi i parë i tij është të gjejë fajtorin. Fjalët që përdorën gabim, katastrofë, krijojnë një atmosferë frike. E dini çfarë ndodh atëherë? Ekipi mbyllet, paralizohet nga frika për të rrezikuar në të ardhmen. Nga ana tjetër, menaxheri Pesela i kthen përmbys narrativën. Ai nuk e quan dështim, por shkollim. Pyetja e tij e zhvendos fokusin menjëherë nga e kaluarat e ardhmja, nga fajt e mësimi. Në thelb, ai mbron ekipin, nuk lejon që një humbje t'i përcaktojë dhe ndërton një kulturë ku njerëzit nuk kanë frikë të provojnë. Mirë, e lam pas dështimen. Tani, si ndërtohet një sukses i ardhshëm? Skenari i dytë, një punonjës i ri, plot potencial por pa përvojë, duhet të bëjë një prezantim të rëndësishëm para bordit drejtues. Është një mundësi e artë për të rritur, por sigurisht edhe një situatë me presion të jashtëzakonshëm. Të dy duan që punonjësit t'ia dalë, por metodat e tyre janë krejtësisht të kundërta. Menaxheri konvencional fokusohet te rreziku. I jep udhëzime, por mesazhi i fshehur është: kujdes, mos na turpro. Çfarë bën kjo? Mbjell farën e ankthit, po menaxheri Peale, ai mbjell farën e suksesit. Duke përdorur vizualizimin, ai e ndihmon punonjësin të ndërtojë një imazh mendor të fitores. Pra, ai nuk fokusohet te shmangja e dështimit, por tek arritja aktive e suksesit. Tani, një skenar që e njohim të gjithë shumë mirë. Presioni i afateve. Tensioni në zyrë mund të pritet me thik, telefonat nuk pushojnë, emailët vërshojnë dhe çdo minutë ka rëndësi. Me pak fjalë, kaos total. Kjo e tregon më së miri. Një lider nuk menaxhon vetëm detyra, por është edhe rregullatori emocional i ekipit. Menaxheri konvencional bëhet pasqyrë e kaosit, ai vrapon, bërtet dhe përforcon panikun. Ai është si një termometër, thjesht tregon sa nxehtë është në dom. Po menaxheri Peale, ai është termostati. Ai nuk e pasqyron temperaturën, ai e vendos atë. Duke ruajtur qetësinë, ai krijon një oazë ku zgjidhjet mund të lindin, sepse siç thot parimi, një mendje e qetë gjen zgjidhje më shpejt se një mendje e turbullt. Deri tani, folëm për sfida të brendshme, po kur kërcënimi vjen nga jashtë? Imagjinoni, papritur, një konkurrent i ri shfaqet në treg, më i shpejt, më i lirë, me teknologji më të mirë. Pozicioni i kompanisë tuaj është në rrezik serioz. Këtu shohim përplasjen mes një mentalitetit proaktiv dhe atij reaktiv. Menaxheri konvencional, ai direkt bie në grackën e të qenit viktim, fajson tregun, rrethanat, fatin e keq dhe menjëherë mendon për mbrojtje për shkurtime. Po menaxheri Peale, ai e sheh konkurentin jo si kërcënim, por si një nxitje. Për të, kjo krizë është një katalizator për inovacion, një shans për t'i thënë ekipit,
Kjo është mundësia jonë për të bërë më të mirë se kur më parë. Skenari ynë i fundit, ndoshta më delikatja nga të gjitha. Keni një antar të ekipit që dikur shkëlqente, por javët e fundit performanca e tij ka rënë ndjeshëm. Është e qartë që diçka nuk po funksionon. Këtu diferenca është thellësisht njerëzore. Menaxheri konvencional përdor frikën si motivues, një kërcënim, por çfarë arrin me këtë? Vetëm tërheqje dhe demotivim të mëtejshëm. Menaxheri Pethle nga ana tjetër bën diçka krejt tjetër. Ai e nis bisedën duke i kujtuar personit vlerën dhe aftësitë e tij. Ai e ruan dinjitetin e tij dhe e hap derën për një bisedë të vërtetë. Pyetja si mund të ndihmoj e kthen atë nga gjykatës në aleat. Ai synon të rindërtoj, jo të shkatroj. Pra pasi i pam këto 5 skenar, tabloja bëhet kristale qartë, apo jo? Këtu nuk flasim thjesht për stile të ndryshme menaxhimi, flasim për dy botë kuptime krejtësisht të kundërta për punën dhe potencialin njerëzor. Le të përmbledhim këto dallime thelbësore. Le ta zbërthejmë pak. Së pari, burimi i energjisë. Për menaxherin peale është optimizmi dhe besimi. Për atë konvencional është frika dhe logjika e ftohtë. Pastaj, fokusi. Njëri shef përpara, te zgjidhja, ndërsa tjetri ngec pas, te problemi. Edhe gjuha që përdorin tregon gjithçka. Njëri thot, ne do t'ja dalim, tjetri thot, është e vështirë. Dhe cili është rezultati final i gjithë kësaj? Njëri menaxher krijon frymëzim dhe rritje, tjetri krijon kontroll dhe stres. Dhe e gjithë kjo analizë përmbledhet në mënyrë perfekte nga vetë pjellë, ndrysho mendimet e tua edhe do të ndryshosh botën tënde. Në fund të fundit, lideri që ndjek këto parime e kupton se puna e tij nuk është thjesht të menaxhojë procese. Puna e tij e vërtetë është të menaxhojë energjinë, besimin dhe mendimet e njerëzve të tij, sepse kur i ndryshon ato, ndryshon gjithçka. Kështu që pyetja që mbetet për secilin prej nesh, pavarësisht titullit, është çfarë bote po ndërtojmë ne me mendimet e fjalët tona çdo ditë.